Mirëmëngjes të dashur shigjetarë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është lufta, kamp, mbrojtje, quani si të doni. Shikoni këtë personin këtu dhe në hije janë dy persona sikur janë kapur për fyti, nëse e vreni këtu, shikoni. Dhe ky person këtu. Kjo letër flet për mburojën që kemi vendosur apo vendosim kur jemi të lënduar, të zëmruar, apo thjesht të lodhur nga betejat të pafundme. Në këtë armatur që keni veshur për të mbrojtur veten, për të qenë të fortë, për të mos u lënduar, në fakt, duke u mbrojtur nga kjo, jeni duke humbur shumë çka tjetër, diçka shumë më të rëndësishme apo më të çmuar. Ndjeshmërinë, qetësinë e juaj të mbrëmshme. Lufta nuk është e nevojshme të dashur shigjetar, jo më. Është refleks i vjetër. Është nga ajo që kemi përjetuar më përpara dhe tani jemi gati, si themi ne, nga djegja e qumshtit, ku të përvelohemi nga qumshti, i fryem dhe kosit. Nuk e nevojë të reagosh me njëherë. Në vend të kësaj mund të pyesësh vetëm, pse po luftoj dhe për çfarë dhe kundër kujt? Me një farë mënyrë duke dashur për të mbrojtur veten, jeni duke luftuar mosbesimi, mund të jetë kjo. Ta dëgjoni zërin e mbrëmshëm. Gjithë kemi përjetuar luftra, dështime, dëshprime, pabesi të llojeve dhe në forma të ndryshme të dashur shigjetar. Por kjo nuk duhet ta bëj. Na bëj në fakt të eci me shpatë në dorë dhe të mos besojmë asnjë njeriu. Dhe të mbrohemi, ruhemi dhe kështu mos shijojmë as edhe një gjë nga kjo jetë që është aq e bukur, sado që është e vështirë dhe shpesh herë e dhimbshme. Pra, kur gjedesh të mos luftosh, fillo të dëgjosh zërin tënd të mbrëmshëm, që ai zë nuk do t'ju tradhtoj kurrë. Kjo veshje jashtë është thjeshtë e krijuar në kokën e juaj nga lëndimet që keni provuar nga e kaluara.